Ky ishte efekti që të dha spraj, se ka një debat të gjerë edhe për sprajin që do ndalemi aty, do na shpjegoj dhe zoti Prençi. Kam dhe foto, po kisha dhimbje shumë të fortë qafës dhe i kërkoja mjekut pa e parë se kush ishte, a infermieri nuk e di kush ishte, që kërkoi komunikim me mua dhe më tha ku të vëm dhe po i tregoja me shenjë dhe i thash du që të më shikosh qafën se këtë kam problem. Pyetja kam pirje, unë pirje nuk kisha, për fat mirë, dhe më kanë fut në skaner. Në kohën që më kanë fut në skaner, aty kam fillu duke u aktivizu, do më thënë duke qenë i vetëdijshëm, në ambulancë kam qenë bashkë me Luciano Boçin, kemi qenë një 8 veta në ambulancë, u borë mu e madhe, dhe pastaj më kanë shtru. Do më thënë kam qenë, më bërë një venoz në krah, dhe në ato momente doli epikriza kontuzion. Këtë doja të kuptoja, çfarë përgjigje more nga mjeku ekspertor? Përgjigja ishte që kisha një kontuzion, pra një shembje në pjesën e qafës, të shpatullës edhe të kokës, të rrafshit kokës këtu mbrapa, do më thënë, dhe më thanë që duhet mbaj këtë qafore për 21 ditë, për me pa gjendjen se si do vijoj, dhe pas 21 ditësh, pas i të heq qaforen, do bëj një skaner dytë për i kontrol. Kjo ishte epikriza, dhe më thanë që në rast se, do më thënë, dëshiron, mund të mbajmë dhe në spital, jo i thash unë, do më thënë, po ndjeje më mirë, pas 4 orësh, dhe du të dalë. Pra kjo ishte një përmbledhje le temi se çfarë ndodhi. Ndërkaq ti ke një procedim penal nga policia, që mund dënohesh nga 1 deri në 5 vjet, paktën, ke bërë dhe ti një kallëzim ndaj policisë, çfarë përmban ky kallëzim? Për çfarë ke bërë? Të nesërmen, me të thënë drejtën, unë kisha vendos mos me dalë me fol nëpër studio, ta them me sinqeritet, domo. Jam kontaktuar nga gazetari jot dhe vendosa, sepse në ato momente unë kallëzohem nga policia për, do më thënë, për goditje. Policia njerë? Po pra, reagoj policia njerë, po. Policia më thot mu që ti akuzohem pra procedim penal për goditje për shkak detyrës. Pra, as për kundërshtim për shkak detyrës, po për goditje për shkak detyrës. Ndërkohë, unë sfidoj çdo kënd, në rast se policia shtetit ka një pamje, një fakt që unë kam godit policinë, unë të rriqem nga jeta publike, nuk merrem më as me gazetari, as me politikë, as me aktivizëm, me çfarë doni juve. Dhe unë këtu jam irrituar dhe jam fyr shumë nga kjo lloj akuze që më është bërë. Por ata kanë projektuar atë që kanë bërë te unë, e kanë dashur ti paraprin dhe ta bëjnë akuzën ata që të krijojë inflacion kallëzimi im pastaj që nuk kam bërë ndaj atyre. Okej, ti kështu e shef pra. Unë kështu e shoh dhe menjëherë unë kam shkuar në drejtorinë e policisë Tiranës, tek AMP-ja, Agjencia Mbikëqyrjes Policore, kam bërë një kallëzim, u kam marrë një formular aty që jam drejtuar sot Institutit Mjekësisë Ligjore, më kanë fotografuar edhe plagët që kam, sepse kam dhe i plagë të krau, që nuk përcaktohet nga ku e kam marrë, edhe pjesën e qafës, kam dorëzu dhe epikrizën nga spitali i traumës, spitali ushtarak ndryshe, dhe unë kam kallëzu ata njerëz që mbi mu kanë ushtru dhunë, jo dhunë, torturë. Pra, akuza ime është për torturë duke, jam konsultu me shumë juristë, dhe beson janë juristë shumë të mirë ata që jam konsultu, të paktën në 4 pika, policia shtetit, do më thënë, në rastin tim, ka shkel ligjin duke më godit në një mënyrë jo proporcionale dhe unë kam qenë i identifikueshëm. Profesor Luciano Boçi, bashkë me mua aty, hoqi maskën e kundërgazit që ne na shikonin se kush jemi, ne kemi qenë gjithsej 30 veta kemi qenë këto momente dhe as nuk pushtonim dot kryeministrin, as se kemi çuar herë në përmend me marr kryeministrin, as kishim armë, as furqe, lopata, siç kanë pas ato, domethënë protesta të tjera. Kështu që ne kemi qenë njerëz shumë paqësor, kemi qenë drejt në Zotit për me edhe unë arrita në spital. Domethënë këta tani më akuzojnë mua që unë kam një pyetje publike për policinë, që jo e kam menu kur po vija këtu në televizion. Në rast se unë kam godit policinë, pse nuk më arrestuan? Të arrestonin në moment, thuat, në flagrancë. Po kam godit policinë. Ndoshta për shkak të gjendjes? Kujt gjendje? Ja mërë, unë kam qenë aty pra momentin që kam godit policinë. Gjendje ka ardhur se ka godit policia atë? Po pra. Tani kjo është ideja, domethënë. Unë mendoj që kjo është një akuzë primitive, domethënë që do të shmontohet në mënyrë spektakolare dhe unë do t'i shkoj deri në fund kësaj historie. Do dalësh prapë në protest, pra, nuk të katron. Unë isha në protest, tani isha në protest. Domethënë, nuk s'kam pas shku te foltore, kam shku sot. Mirë, s'është protest vetë. Po ku të ketë protest do shkoj, po pse me metoda fashiste do ndalojnë mua këta tani që mos marr pjesë protest? Sot ke shku sekretari i PD-s Fushkujës? Jo, unë shkoj si qytetar gjithmonë se sa herë ka pas protesta, unë kam shkuar dhe kam organizuar dhe vetë protesta. Po kjo është një mënyrë shumë e shëmtuar dhe ajo që ndodhi e drejtorit policisë shtetit, që unë as du ta paragjykoj as si hy fare këtyre historive, a ka dash më u tregu mi i zellshëm etj etj, po jo dakord se ka një kontekst të gjitha kjo që ka ndodhur, sepse kemi një ish drejtor policie që u largua për shkak se nuk menaxhoi si duhet
protestën e kaluar, ndoshta ishte protesta e 5 apo e 4 kombëtare e PD-s, nuk e mbaj mend. A ishte justifikim? Si numër, a e përktheu kështu policia e shtetit, pra që duhet tregohet më e ashpër, më e dhunshme, a ishte strategjia e drejtorit të ri të policisë? Ka një gjë në këtë histori, që policia ndërhyri për me shpërnda protestën, ky është fakt. Pra, si asnjëherë tjetër ndërhyn në zemër të atyre që gjunë me fishek zjarre, duke neutralizuar të gjithë qytetarët e tjerë që kishin dalë pajisisht. Pra për ty janë goditur edhe qytetarë tjerë që s'kishin lidhje me grupin po janë me e video. zjarrit. Ju më keni ftuar sot ju mua që jam një njeri publik, po disa qytetarë tjerë që janë godit që nuk përbëjnë lajm. Avantazhi i dytë ishte që unë isha afër kamerave, sepse ke goditje të padokumentuara. Këto janë dinamikat e protestës. Ja, unë i kam kamerat të ty, ky ka qenë fati im domethënë.